Kolona kilometrike deri në pikën kufitare të Tabanocës dhe pritje të gjata në sportelet e kësaj pike. Kjo për shkak se ata me makina me targa të huaja në Maqedoni duhet të ndalojnë për të paguar shkeljet në trafik, që janë kapur nga sistemi Safe City. Rreth të gjata të pritjes këtu në vend kalimin kufitar të Tabanocës, ku shtetasit e huaj të cilët kanë qëndruar apo kanë kaluar në për vendin tonë dhe janë kapur nga kamerat e Safe City, tani po presin me orë të tëra për të paguar kundërvajtjet në trafik, të cilët nuk lejuan të lirojnë vendin nga policia kufitare. Punuaj në 4 sportele. Para kamerës e televizionit 21, disa nga të huaj thanë se po presin mbi 1 orë dhe ankohen për proces të ngadalë të punës në pikën kufitare. Nemam aplikaciju, znači ne radim internet ovdje u međuzoni, a traži da plati. Što nije stavio kasu, platimo i da idemo. Šta zajebavaju ovdje, drndaju nas. Vode nas ovdje ko stok. A kako funkcionira ova vebarat internet? A kako funkcioniše? Sad ti on da kaznu, ti kreiraš nalog, pa preko naloga uplaćuješ, pa da li imaš dovoljno para na kartici, pa da li imaš interneta, pa tek ako sve to imaš, platiš, pa opet čekaš ovdje da im pokažeš, pa ti oni daju pasoš i dokumente. Još nemam pojma kako funkcioniše ovo, ljudi čekaju, kažu preko maila neke kazne dolaze. Šta ti kažem drugo? Pitaj njih ovdje. Koliko čekate? Sat vremena. Da, da li je u redu ova? Ovo još nisam vidio nigde. To je katastrofa. Još nisam vidio nigde. Tamo je red i poslije doći. Ovo ne može biti gore. Će da budu u EU, će da uđu. Malo morgen. Ky qytetar gjerman thot se do të njoftoj ambasadën e tyre në Shkup për pengesat që po u shkaktohen. We are from Germany. We do the vacation last week there, and we drive back. And they hold us here, and we don't know what the problem is. They get also the passport and the ID card from the car, and we are still waiting here, and a lot of cars there, and we are staying with 3 cars there. We park it there, and the problem is we don't know. I wait to pay a ticket for speed. It passed already 1/2 hour since I stay here. Nothing happened. My husband had asthma. It's a very high temperature. Nobody does anything. I don't think it's a decent kind to treat the tourists that are crossing the MK. It's the 15th time when I'm coming here. It's 1st time when it's happening this. It's okay if I broke the law, I pay, but in the decent way, not like this. Në pikalimin të Tabanocës ishte edhe ministri i brendshëm Pançe Toshkovski bashkë me prorët kufitari, i cili pranoi që kjo procedurë duhet të përmirësohet dhe nga 4 sportele që po punojnë, planifikojnë të bëjnë 8 pikë pagesa. Ова ќе биде начално, да речеме, како техничко решение имплементирано и на сите останати гранични премини, што му возможиме соодветни предуслови за да нели го имплементираме како што треба. Предизвици ќе има. Невелам не, ќе се подобруваме во рамки на сето на кое што треба да се подобриме, но пак ќе повторам. Еден спасен човечки живот повеќе во споредба со претходно нема цена. Toshkovski sqaroi se në pikën kufitare të Tabanocës janë vendosur kamera inteligjente që lexojnë targat dhe identifikojnë automjetet me kundërvajtje të evidentuara në trafik. Sipas tij, automjetet pa shkelje do të kalojnë drejt kufirit me Serbinë pa kontrolle shtesë, ndërsa e njëjta zgjidhje teknike pritet të zbatohet edhe në vendkalimet e tjera kufitare. Përndryshe, Ministria e Brendshme doli me njoftimin se shtetasit e huaj që kanë kryer kundërvajtje në trafik do të ndëshkohen gjatë daljes në vendin e pikës kufitare të Tabanocës, ku do të dorëzohet proces verbali me urdhër pagesa për gjobën.